Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ulërita sa më dolën sytë vendit, Danja Koka flet pas daljes nga Bigu. Danja Koka ka qenë e ftuara mëngjesit në studion Wake Up, ku ndau më shumë rreth eksperiencës së saj në Big dhe jetës pas formatit që e bëri një nga figurat më të përfolura të sezonit. E cilësuar nga ndjekësit si dielli i shtëpisë, Danja tregoi se ruajtja e ekuilibrit mes debateve dhe dinamikave nuk ka qenë e lehtë. Jam pak nevrike si natyrë, kam pasur momente ku kam ulëritur sa më dilnin sytë vendit, sidomos në debatin me Eglin. E pyetur për marrëdhëniet pas daljes nga formati, Danja u shpreh se me Eglin kanë lënë për t'u takuar, por deri tani nuk janë parë. Jemi përballur në ambiente të përbashkëta, kemi pasur një komunikim të mirë, por kafen ende nuk e kemi pirë. Kjo është hera e parë që Danja flet kaq hapur për momentet më të vështira gjatë qëndrimit në shtëpi.